Deputet Ilir Metën, që është nuk ka sens dhe nuk përbën, nuk ka asnjë lloj kuptimi. Brenda të Majtës, sidomos gara në Tiranë është në një fill mjaft delikat sa mund të ketë përplasje fizike. Çfarë ndodh? Qofse ti shkon diku në Babru, në kombinat, në Tiranë të Re, në Alidem ose te rruga Elbasanit, të vjen kandidati Asala i thotë mos hajde këtu se me mua do të kesh keq punës. Mua më ndodhi e njëjta në tek Serbia. Kjo është gafa më e madhe që kanë bërë vetë partitë politike dhe ajo gafa më idiote do ishte nëse Berisha ose Rama do kishin emrat e tyre në listë të hapur. Jam i sigurt Berisha do merrte 200.000 vota si individ dhe kandidatë e tjerë do merrin nga 100 dhe nga 50, edhe njëjta gjë dhe Rama nëse do ishte te listat e hapura do merrte shumicën e votave. Pra një fushat e polarizuar dhe lidhur me emra, po thua. Një shoqat që u kushtohet, shqyrtozoti po e mbajnë në lojë kryetarët, por ajo që është më dramatike janë partitë e reja, të cilat duhet ta shfrytëzonin dhe të merrin situatën në dorë. Dhe kemi partitë e reja që ne nuk e dim kë kanë kryetar, kë kanë sekretar të përgjithshëm, kë kanë kryetar formulinor. Pra janë partitë të kryetarëve. Për ta ndërlidhur shumë shkurt, shumë parti shqiptare opozitare në këto zgjedhje kanë zgjedhur shumë kampanja interesante të cilat fushata, të cilat ndërtohen, menaxhohen nga agjencione shumë të fuqishme që janë në Kosovë. Dhe kjo më është dukur shumë... Rasti kujt është? Tani, nuk janë, si me tha, nuk flasin, po, janë partitë opozitare shqiptare, të djathët që janë opozit, kanë... Të Shqipërisë. Që kanë konsulent nga Kosova, po? Nga Kosova, po. Dhe është shumë interesante, sepse nëse shofim sot fytyra të ndryshme shqiptarë që vinë nga Kosova dhe janë këtu, në base disa me emra të ndryshme, disa i njohim si gazetar, disa i njohim që miren vetëm me marketing klasik, ata janë të përfshirë në kampanjat të ndryshme. Jo, për Berati, Berati i hapur i thot. Nuk i shpëtojmë dojtë aktualitetit politik, sepse fushata është tashmë në zemrak. Në Kosovë mund të themi që ka një dorë, do me thënë që nëzori këtë rezultat nga shërbimet sekrete dhe nga ndërhyrjet e hapura që u bën para zgjedhjeve nga përfaqësuesit amerikan. Kosova është i protektorat, mund ta quajmë amerikan, por jo evropian, por një fuqi të madhe të amerikanëve në Kosovë nuk e duan evropianët dhe atyre u intereson kjo lloj gjendje ku të mos ketë qeveri për të diskutuar me ndërkombëtarë dhe të marrë vendime të rëndësishme. Dhe nga ana tjetër, amerikanët të cilët nuk e duan Albin Kurtin, pasi e konsiderojnë si një partner të vështirë për të biseduar me ta për çështje të ndryshme rajonale, politikave rajonale dhe në Kosovë. Kështu që në këtë situatë që është me 48 mandate, ku duhen 61 për të qeverisur, do ta kenë të vështirë të krijojnë, të vendosin kryetarin e kuvendit dhe pastaj të marrë votbesim qeveria e re. Shanset dhe gjasat janë të shkohet drejt zgjedhjeve të tjera të parakoshme. Kjo nuk është një gjë e mirë dhe përballë bisedimeve me serbët. Ka një interes të madh të këtyre që duan luftra, që janë një pakicë vogël që unë i kam thënë që janë komiteti 300-ve, të cilët duan një konflikt midis etnik dhe fetar në Ballkan midis ortodoksëve dhe muslimanëve, përkatësisht serbëve, maqedonësve kundër shqiptarëve, muslimanëve dhe katolikëve që janë kroatët dhe slovenët. Në Shqipëri, fushata zgjedhore këtu është fars, ne kemi thënë dhe herë tjera, sepse kodi zgjedhor nuk është një kod demokratik, është bërë një kod mafios i cili kërkon të mbajë në pushtet të pandërprer dy partitë e mëdha. Nëpërmjet këtij kodit të ndarë me 12 zona, me 12, ky është një kod hajdutësh, nuk është një kod demokratik. Pra, nuk ndahen votat në mënyrë demokratike. Këta që ta kuptojnë njerëzit, i lëm partitë e vogla për të mbledhur votat e të pakënaqurve dhe të ngrejnë numrin e votuesve përballë faktorit ndërkombëtar, që këto në Shqipëri votuan se nëse nuk dalin këta që japin partive të vogla, rreth 30-40.000 në çdo zonë elektorale, afërsisht, dhe në 12 zona elektorale mund të jenë 500.000 vota që i kanë partitë e vogla, po këta s'marrin asnjë deputet, sepse ja u vjedhin partitë e mëdha mbi bazën e ligjit. Ky sistem zgjedhor. Sepse ky sistem është kështu. Afërsisht duhet të merren 12.000 vota në çdo rajon, afërsisht, që të dalë një deputet.
Këto partit e vogla, që janë një 7-8 që në zonat saktuara mund të mbledhin vota, njëra mbledh 5.000, njëra 6.000, njëra 7.000 dhe asë njëra nuk dhirë do deputet. Po ndërkohë të gjitha bashkë, për shembull në Berat, ose në Fjerë, ose në Korçë, ose në Vlorë, ose në Shkodër, këto mbledhin 30-40.000 vota, 50.000 vota. Po ku i shkojnë këto vota këtyre? Këto vota i marrin dy të mëdhajat. I shkojnë partit që ka fituar më shumë. Jo partijat. Partit që kanë marrë më shumë. Do në partit që kanë kaluar nga një mandat, fillojnë e o marrin ato mbi bazën e përqindjeve që ka e pa drejtë, si isha për workin në Shqipëri? Tashi, gjithmonë, ta mbaroj, ju lutem se shumë e rëndësishme kjo. Tashi, gjithmonë në ligjet, dhe në bas 2008-ës, do me thënë, kur u bë aj kompromisi vrastar midis PD-s dhe PS-s, ligji ka qenë që në fillim kanë qenë 100 në majoritar dhe 20 merreshin nga proporcionali. Pastaj u vendos që merreshin me proporcional në rang vendi një periudhë kohë dhe 100 mandate ishin në majoritar dhe 20 në proporcional. Dhe ishte vënë një prag 2.5%, do me thënë po mos kaloj një 2.5% nuk mund të merrje do të deputet. Ka qenë një ligj më i mirë ku nuk ka pasur lidera të fuqishëm të cilët vendosnin për çdo gjë vetë, sepse kam pasur e disa, ishte Partia Republikane, ishte Balli Kombëtar. Ka pas pak më shumë demokraci. Ishin socialdemokratët, do me dhe në qofë se çmendesh e Nanoja, i dilte Gjinushi, i dilte dikush tjetër dhe i fliste. Qofë se çmendesh e Berisha, i dilte Sabri Godoja, i dilte, do me, i kishin sa kapital të vegjë. Janë bërë hapa mbrapa do thuash. Kurse këta janë bërë lider autokrat, bërë çdo gjë, çfarë të doja ju që merr pushtetin. Dhe mbi të gjitha këta nuk kanë më shumë se 60% të votave me të cilat mburët, thot 1 milion shuplaka, po në 1 milion shuplaka, 400.000 i ka të vjedhura nga këto partit e vogla, më kupton? Po pra, kupton, ky është dalin këto statistikat me sa kanë marrë. Do të ka shumë ligje si mund të zgjidhet më drejt. Mund të vendosin një prag, për shembull 2.5% ose 3%, edhe bëj Shqipërinë me një rajon. Dhe aty ta tregojnë veten pastaj se sa të fortë janë Rama dhe Berisha. Kupton? Sepse do t'ju marrin shumë mandate dhe nuk do bëjnë dot qeverinë. Pse folet ti për kod mafioz? Po sepse ju vjet të tjerëve pra, është kod hajdut. Pra ti, do të thënë ka marrëveshje Berisha Rama po thua. Ka marrëveshje. Patjetër i 98-ës. Dhe i fali 2008-ës. Dhe këto partit e vogla që bëhen tash si të forta e kështu, shumë mirë që dalin edhe promovojnë ato idetë e tyre, këto duhet të grumbullohen bashkë dhe nëse kanë fuqi t'i nxjerrin njerëzit, t'i bëjmë presion, qoftë edhe me dhunë, kupton që këta të ndryshojnë kodin zgjedhor dhe të fitojë demokracia. Se çdo veprim i dhunshëm që është në emër të popullit, është veprim që e lejon kushtetuta. Këta nuk duhen lejuar në këto vendime vrastare për demokracinë. Ai patronazhisti qeshte... Ai qeshte ka njoftimin për të bërë para. Jep njoftimin shpejt. Kushtetuta nuk simulon asnjë lloj dhune fizike i dashur Alfred. Por kemi dhe lajme të mira. Edhe kushtetuta amerikane e ka. Por kemi çdo akt dhune që mbron kushtetutën është i likshëm. Por mbas një kohe të turbull del dielli dhe ne vi me oferta diellore, kontakt, vila 3 kaçe me çmimin preferencial dhe në një super zonë. Shumë afër liçenit të Farkës ndodhen vilat ABA, vetëm me 1.500 euro metri katror. Kërkoni kudo në tregun e vilave dhe nuk do të gjeni raport më të mirë çmim-cilësi. Vilat ABA, rehati dhe komoditet për familjet tuaja. Kontaktoni në numrin 068 20 29 444 dhe merrni më shumë informacion.